Në tetorin e vitit 2003, Kosova ishte një treg i ri dhe sfidues. Vendi sapo kishte dalë nga një periudhë vështirë. Lufta kishte mbaruar vetëm 4 vjet më parë. Shpresa i shëron plagët e vështirësive dhe Kosova e atyre viteve kishte shumë shpresë. Koha u sheu një ndryshim të madh në tregun e Kosovës hyri kompania Sigal. Sigal ishte pionere e kompanive private të sigurimit në Shqipëri. Në Kosovë ajo hyri me bindjen se liria merr kuptim më të plot, vetëm kur njerëzit ndjehen më të sigurt financiarisht. Më 23 tetor 2003, Sigal nisi marrje në sigurim të investimeve më të rëndësishme që familjet e Kosovës po bënin pas luftës, me një vrull që vetëm liria ta garanton. Përparim Drini, drejtori i përgjithshëm i Sigal Kosovës për fillesat e kompanisë, na tregon. Në fillet e para, Sigal ka ofruar produktet bazë të sigurimeve jo jetë, duke u zgjeruar gradualisht edhe në sigurimet e jetës, pasurisë dhe shëndetit, sigurimet për biznese dhe projekte të mëdha. Një rol të rëndësishëm në konsolidimin e kompanisë ka pasur edhe prania e investitorëve të huaj, përfshirë Fondin Amerikan të Investimeve të Departamentit të Shtetit. Më pas, hyrja unike si investitor strategjik për rreth 17 vite ka ndikuar drejt për drejt në rritjen profesionale, teknike dhe financiare të Sigal, duke e pozicionuar sot si kompaninë lidere në tregun e Kosovës. Sigal në Kosovë është prezent me 2 kompani, kompaninë e jetës dhe jo jetës. Fillimisht në vitin 2003 është themeluar kompania jo jetës, ndërsa nga viti 2011 kemi marrë licencë për ofrimin e produkteve të jetës gjithashtu. Për më shumë se 2 dekada ne kemi ndërtuar një kompani serioze, të qëndrueshme dhe të besueshme, si pjesë e Sigal Insurance Group, një nga grupet më të mëdha rajonale të sigurimeve. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, sot Sigal zotëron një pozitë të qëndrueshme, me pesh 15.53% të tregut total të sigurimeve të Kosovës, 45% të tregut të sigurimeve të jetës dhe 14.08%, praktikisht pjesën më të madhe në një treg, me mbi 10 operator në sigurimet e jo jetës. Sot Sigal është i shtrirë në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, me mbi 50 zyra dhe mbi 300 punonjës. Ne ofrojmë të gjitha produktet e sigurimeve për biznese, banka, projekte energjetike dhe infrastrukturore, duke mbuluar çdo nevojë reale të tregut. Gjatë vitit 2025, Sigal Kosova arriti të tregojë normën më të lartë të kontratave të sigurimit vullnetar, me 55.59% të totalit të kontratave. Ky rezultat tregon besueshmërinë e kompanisë, zgjerimin e gamës së produkteve të qëndrueshme dhe pjekurinë e kompanisë dhe të klientëve të saj. Për të ruajtur qëndrueshmërinë e kompanisë përballë çdo situate ekstreme me çfarëdo lloj fature dëmi, vetëm për gjatë vitit 2025, Sigal Kosova pagoi 3 milion euro për kontratat e risigurimit të gjithë portofoleve të sigurimit që ofron, me risiguruesit më të mëdhenj ndërkombëtar. Sigal është e risiguruar automatikisht në kompanitë më të mëdha risiguruese botërore, siç është Swiss Re, Munich Re dhe Hannover Re. Kjo do të thotë siguri maksimale dhe garanci absolute për klientët tanë. Pagesa e dëmeve dhe përmbushja e detyrimeve ligjore, kontratuale në kohë sa më të shpejtë dhe me cilësi, është në filozofinë e punës së kompanisë. Gjatë viteve, vetëm në Kosovë Sigal ka paguar mbi 120 milion euro dëme. Vetëm në vitin 2025 kemi paguar mbi 14 milion euro për sigurimet jetë dhe jo jetë, në kohë rekord dhe gjithmonë sipas ligjit. Ne kemi qenë pranë bizneseve dhe fabrikave të mëdha në momentet më të vështira të tyre. Një i tillë ishte edhe shembulli i pronës industriale plastika në mars të vitit 2024, kur u përball me flakët e një zjarri aksidental. Ky është Arjan Shabani, drejtori i fabrikës plastika, që flakët e shkrumbuan në pak minuta. Ai solli përpara kamerave rastin e tij. Ishte një ditë shumë e vështirë për gjithë neve si familje, ngjarje e cila na tronditi, të cilën ne nuk e kishim menduar se do të ndodhte ndonjë ditë. Gjë e parë që mu më ka shku ndërmend ka qenë babi, i cili nuk jeton më prej vitit 2019, i cili investim ka qenë i tërë i tina. Personalisht menduam që gjithçka që kishte investuar ja shkatruam. Pasi që kishte ndodhur dëmi, ne u kontaktuam nga Sigali, cila kompani jemi të siguruar qysh prej vite me radhë. Ata u interesuan, në të njëjtën ditë kanë qenë këtu, zyrtarët e Sigalit, dhe dua të them këtu se pandimin e tyre do të ishte thujse pamundur që të rikuperohemi ose t'ja fillojmë përsëri prej fillimit. Do t'ja sugjeroj çdo biznesit prodhimi t'ju drejtohen kompanive të sigurimit, këtë rast Sigali, cila
na është gjinë neve si kompani në momentet më të vështira, të cilën do të ishte shumë e vështirë e çuria jonë si biznes, pa ndihmën e Sigalit. Mbi 27.000 raste kanë përfituar pagesat e dëmeve në sigurimet e jetës dhe jo jetës përgjatë vitit 2025, rreth 14 milion euro, mbi 120 milion euro në 22 vjet në tregun e Kosovës. Sigal është kujdesur edhe në përzjedhjen e kujdesshme dhe në motivimin e pandalshëm të burimeve të veta njerëzore, të tërheq të rinjt më të talentuar në tregun e sigurimeve dhe të kultivojë atyre filozofinë e punës dhe vetdijen profesionale, që kompanisë Sigal Insurance Group ja imponon edhe tradita. Përshëndetje, unë jam Gazmend Husaj, përfaqësuesi Degës Pay, dhe jam relativisht i rinj këtë punë. Çdo ditë fitoj përvojë dhe mësoj se çfarë do të thotë të jesh pjesë e familjes madhe Sigal. Këtu mësohet serioziteti dhe përgjegjësia ndaj klientit. Andaj, qëllimi ynë është të ndihmojmë të zgjedhim bulimin e duhur sipas nevojave të tyre. Momenti më i bukur në punën tonë është kur klienti të falenderon, sepse e ke orientuar drejt një sigurimi që realisht i ka hyrë në punë. Aty e kupton vlerën e asaj që bën. Me Sigal, siguria nuk i lihet rastësisë. Në Degën Gjilan jemi gjithmonë pranë jush, me përkushtim dhe këshillim profesional. Ju asistojmë në çdo hap, sidomos në momentet kur keni më shumë nevojë. Sigal siguron trajtim të shpejtë dhe korrekt, sepse siguria dhe besimi juaj janë prioriteti ynë. Sigal Kosova ka patur vetdijen për peshën në jetën ekonomike të vendit dhe këtë e ka pasqyruar edhe në sferat kulturore dhe shoqërore, pa kursim, me një përkushtim të vazhdueshëm ndaj përgjegjësisë shoqërore, duke qenë mbështetëse e projekteve në sport dhe kulturë, veçanërisht në basketbol dhe kinematografin kosovare. Sigal ka një kontribut të gjerë social duke mbështetur sportin, edukimin, kulturën dhe mjedisin në komunitet. Në sport, kompania është sponsor kryesor i klubit basketbollistik Sigal Prishtina, prej mbi 20 vitesh, me një mbështetje miliona eurosh, i cili ka fituar shumë tituj kampion dhe përfaqëson Kosovën edhe në garat ndërkombëtare. Mbështetja e ekipit të basketbollit Sigal Prishtina, që ka fituar një numër të konsiderueshëm tituj shkombëtar dhe rajonal, duke u bërë një fenomen sportiv përtej Kosovës, me 40 tituj të fituar, 3 prej të cilëve ballkanik dhe me pjesëmarrje të rregullt në kupat evropiane, si edhe mbështetja për një periudhë të caktuar edhe e Federatës së Futbollit të Kosovës, bën që komuna e Prishtinës vetëm pak muaj më parë, CEO së Sigal Insurance Group, zoti Avni Ponari, t'i akordonte çmimin e mirënjohjes. Bleran Stavileci, presidenti i klubit të basketbollit Sigal Prishtina, në lidhje me sukseset e këtij bashkëpunimi sportiv historik me kompaninë Sigal Insurance Group. Prishtina, sukseset të cilat i ka arritur, qoftë në arenën vendore, qoftë në atë ndërkombëtare, ti kesh 40 trofe, pothuaj se më shumë se 80% prej që e bartë emrin Sigal si parashtesë, ti kesh 3 tituj ndërkombëtar, ti kesh 79 fitore ndërkombëtare, të luash në 16 më të mira të garës prestigjioze të FIBA Europe Cup, pra sukseset të cilat asnjë klub nuk i ka arritur, dhe jo vetëm në sportin e basketbollit, po as në sportet të tjera, tregon jo vetëm për lidhjen e fuqishme të Sigalit me Prishtinën, po edhe kontributin shumë domethënës të cilin ata e kanë bërë për Prishtinën. Pra, kontributi i tyre është kapital, i pashmangshëm dhe absolutisht nëse duhet të rendisim se cilët janë faktorët që kanë ndikuar në këto rezultate, në këto suksese, unë mendoj se jo vetëm unë, po shumica atyre të cilët janë pjesë e sportit në qytetin e Prishtinës, do ta përmendin emrin Sigal. Sigal Kosova është pjesë e Sigal Insurance Group, që sot zotëron 8 kompani në 3 vende të rajonit, 27 vjet përvojë në tregun e sigurimeve, mbi 2000 punonjës dhe agent dhe rrjet partnerësh prestigjioz në mbar botën e tregut të sigurimeve. Sigal Insurance Group ka shpallur synimin e saj strategjik, që deri në vitin 2030 çdo qytetar i Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut të ketë të paktën një produkt të sigurimit të kompanisë. Për këtë ajo ka hapur një faqe të re investimi në thjeshtimin dhe digitalizimin e procedurave të shitjes, si edhe në kombinimin më të mirë dhe më të favorshëm të produkteve të veta, për të arritur me kosto sa më të përballueshme, te sa më shumë klient. Përfitues të kësaj qasje do të jenë edhe qytetarët e Kosovës. Përmes sigurimeve financiare, liria personale dhe ajo qytetare përfiton dimensione të reja, dinjitetin dhe aftësinë më kombëse pas çdo sfide. Sigal është këtu për të mbrojtur jetën, pasurinë dhe gjithçka
që qytetarët kanë ndërtuar, me përgjegjësi, profesionalizëm dhe besim.